From classrooms in Albania to international science festivals, Mirjeta Domi has dedicated over 3 decades to shaping young minds through innovation, compassion, and purpose. Unë jam Mirjeta Domi nga Shqipëria, mësuese fizike dhe informatike, themeluese dhe drejtore ekzekutive e Qendrës Inovative EduAct Albania. As co-founder of her region's first STEM club, she has built safe, inspiring, and inclusive spaces where young people can explore, learn, create, and dream beyond limits. Fytyrët tona më të forta është ngritja dhe funksionimi i klubeve STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, ku të rinjt këtu frymëzohen dhe nga ky kombinim bëjnë të mundur të eksperimentojnë, të ideojnë dhe të krijojnë ide që frymëzojnë të tjerët. Through her guidance, students have won national competitions, pursued higher education, and become leaders who give back to their communities. Si lider, jam krenar për ekipin ton që bashkëpunon me pasion dhe ide inovative. Në të ardhmen duam të zgjerojmë klubin ton dhe të sjellim më shumë projekte në fushën e energjisë së gjelbër dhe të inteligjencës artificiale, sepse STEM është e ardhmja dhe ne jemi gati ta ndërtojmë atë. Through her leadership, Mirjeta empowers both youth and educators, proving that innovation can thrive even with limited resources, when guided by passion, perseverance, and vision. Mirjeta is more than a teacher. She's a mentor, a role model. She listens, she believes, and she helps every young person discover their potential. Ne besojmë se arsimi është çelësi për një zhvillim të qëndrueshëm, ku idetë këtu marrin formë dhe çdo projekt është një hap drejt së ardhmes.